simptoma më e shpesht që ankojnë pacientët kur vinë të ne është më dhëmbin kyçet, më kërcasin dhe ndonjëherë kam atë ngrirjen e mëngjesit që me zivëm në punë, pastaj fillojmë dhe jemi më mirë. Tjetër, ndonjëherë kemi dhe enjtje të artikulacioneve. Dhe kjo tregon që ajo cipa sinoviale e artikulacionit tregojnë që i mungojnë elementet përbërës, siç është glukozamina dhe kondroidina. Tjetër, mund të kemi dhe një ulje të qarkullimit të gjakut si rezultat i dëmtimeve të enëve të gjakut që na ndodh shpesh nga sëmundje të ndryshme, një për shembull është dhe diabeti. Që duhet bëjmë në këtë rast? Në këtë rast, kemi thënë që është aktiviteti fizik brenda mundësive, është ushqimi i kontrolluar dhe marrja e suplementit. Suplementi është mjaft i mirë, sepse suplementi ka gjithë përbërësit që i duhet artikulacionit, muskujve dhe kockave për të funksionuar. Dhe është një parandalues shumë i mirë i këtyre simptomave, i këtyre pathologjive që ndodh te artikulacioneve tona. Dhe merret një tablet në mëngjes ose në drekë. Kemi dhe një suplement tjetër që vjen në formën e xhelit, që është fitokambe dhe përdoret lokalisht. Dhe përdorimi, masazhimi, sidomos i ekstremiteteve të poshtme të këmbës, duhet nga poshtë lart, sepse ashtu është dhe qarkullimi i gjakut tonë. Dhe bën që të rrisë qarkullimin e gjakut. Dhe rritja e qarkullimit të gjakut bën që edhe elementet e suplementit të fleksonormit të vënë te artikulacioni te kockat dhe muskujve tanë dhe të funksionojnë më së miri.